Bota mësoi për vdekjen e Papa Francesku të hënën në mëngjes. Një kardinal irlandezo-amerikan, pak i njohur për publikun e gjerë, ishte ai që dha lajmin. Pas shpalljes që Papa ishte kthyer në shtëpinë e Atit, kardinali irlandezo-amerikan Kevin Farrell mori një nga rolet më të mëdha deri tani, camelengo, apo personi që drejtoi Vatikanin pas vdekjes ose dorëheqjes së një pape. Papa Francesku e emëroi kardinalin në këtë rol në vitin 2019. Kardinali do të qëndrojë në këtë detyrë gjatë periudhës Sedes Apostolica Vacans, periudha midis vdekjes ose dorëheqjes së një pape dhe zgjedhjes së papës së ri. Ai gjithashtu do të ketë një rol të rëndësishëm në ceremonitë shekullore për të vajtuar Papa Franceskun. I lindur në vitin 1947 në Dublin, Farrell ndoqi studimet në Universitetin e Salamancës në Spanjë dhe Universitetin Papnor Gregorian në Rom sipas Vatikanit. Ai ka mbajtur role në kisha në mbar botën, duke shërbyer si kapelan në Universitetin e Monterrey në Meksik, si dhe një famulli në Bethesda, Maryland. Në total, 77 vjeçari ka kaluar mbi 30 vite, duke punuar për kisha në SBA. Farrell u emërua i peshkev i Dallasit në 2007, derisa Papa Francesku e thiri në vitin 2016 për të udhëhequr Departamentin e Ri të Vatikanit, përgjegjës për kujdesin mbaritor ndaj familjeve, duke ngritur atë në rangun e kardinalit. Vite pas emërimit të tij si camelengo në vitin 2023, Francesku zgjodhi Farrellin si president të gjykatës së lartë të shtetit të qytetit të Vatikanit. Ai gjithashtu u emërua president i komisionit për çështje konfidenciale. Si camelengo, kardinali Farrell do të ketë detyrën të organizojë konklavën, procesin përmes të cilës zgjidhet papa i ardhshëm. Teorikisht, një camelengo mund të bëhet papa, siç ka ndodhur 2 herë në histori. Kardinali gjithashtu do të drejtojë certifikimin e vdekjes së Papa Franceskut dhe vendosjen e trupit të tij në arkivol. Pas kësaj, pritet që kardinali të udhëheqë një procesion që zhvendos trupin e papës nga kapela e Domus Santa Marta në bazilikën e Shën Pjetrit. Ceremonia mund të zhvillohet që të mërkurën në mëngjes sipas Vatikanit.